Në përgjithësi, dhimbja e gjoksit, do më thënë, ne kemi disa element që bëjnë të mundur diferencimi midis dhimbjes së gjoksit kardiake dhe dhimbjes së gjoksit nga natyra të tjera. Në radhë të parë është natyra e dhimbjes. Pra, dhimbja e gjoksit mund të jetë shtrënguese, kryesisht rëndesë që shfaqet në qendër të kraharorit, përhapet drejt fytit, përhapet në shpatullën e majt, por dhe në të dyja krahët, dhe gjithmonë mund të shoqërohet edhe me simptomatika të tjera. Pacienti mund të ndjejë lodhje, mund të ndjejë marrje mend, djersitje profuze, ndonjëherë bën edhe, jo ndonjëherë, por në shumë raste mund të bëjë edhe humbje të vetdije si pasojë e çrregullimeve të ritmit që mund të ndodhin. Ndërsa dhimbja e gjoksit, që është me natyrë ankthi ose një atak paniku, në përgjithësi fillon në mënyrë të menjëhershme, zgjat 5 deri në 20 minuta dhe fillon edhe qetësohet ngadalë. Pacienti e ndjen ato dhimbjen si shpime, si goditje në një vend të lokalizuar, por jo tipikisht si pllak në qendër të kraharorit. Gjithashtu, pacienti ka një ndjesi faji, ka një ndjesi, ose më saktë një çrregullim emocional të rëndësishëm, ka të ndjesinë e frikës, sikur patjetër do vdesi në ato momente, ka mund të ketë mizërime të duarve, mizërime të këmbëve, mpirje të duarve të këmbëve, djersitja patjetër mund të jetë në të dyja rastet, por gjithmonë në të tilla raste është mjeku që e diferencon një dhimbje gjoksi. Është më mirë që neve të mbivlerësojmë dhimbjen e gjoksit sesa ta nënvlerësojmë dhe ta lëmë në heshtë.